Ndërsa feja ja garanton një hisët e baba. E feja ja lejon hisën, apo? Po dhe ligji ja lejon hisën. Po ja që nuk japin, prandaj nuk e ka feja fojnë, e ka baba fojnë. Në të kaluarën, ka qenë nëse një familje i ka dhonë Zoti djem, është ndjem ma i lumtur. Kjo ka qenë një dukuri që mu gjithherë si fëmijë në zhvillim, më ka pengu pse do më thonë një babë është gëzu kur i ka lind djalë dhe jo kur i ka lind vajzë. Prandaj kisha dashur që për gjithë publikun me përmend një thënie profetike që pejgamberi më ka thonë, kushdo që ka 3 vajza, do më thonë ka dhënë Zoti 3 vajza, i edukon ato dhe sillet mirë me to e ka merituar xhenetin. Nga kurreshtja, shokut i thanë, po çka nëse dikush i ka 2? Tha edhe 2. Dikush i tha, po çka nëse dikush e ka vetëm 1? Sikur këngëtar për shembull, do të thonë njeriu mund ta fiton xhenetin duke edukuar vajzat. Sot nëse shohim do të thonë globalisht, në shumë të rasteve kemi ambasador, për shembull në Brunei ku kum studiu, ka qenë ambasadore e parë në një shteti që e ka përfaqësuar vendin në Francë, ka qenë grua. Kemi sot 2 presidentë të vendit ton që u krenu, do më thonë, edhe në Bashkimin Evropian që pak kemi në Evropë që shteti është udhëhequr nga një presidente. Ajo që po du më thonë që të punojnë shumë me fëmijët në veçanërisht me vajzat. Pse se feja e lejon edhe e stimulon që baba duhet m'ia dhënë një hise vajzës. Që në këtë rast kur përmend edhe avokatja, kur ka dhunë për familje ka plot raste ku vajza nuk ka guxim me marr hapin për me u kthy, me ndërpreqat martesë mundon se s'ka ku shkon. Ndërsa feja ja garanton një hisët e baba, një shtëpi ose një parcel ose një banesë ku e ndjen veten të sigurt. Mendimi që po duam të përmbyll me gjithë në fund është që nëse ne praktikojmë fen si duhet, askush nuk është i cenuar, as i penalizuar, po ndjen veten edhe jeton me dinjitet, edhe nëse është i divorcuar. Sepse tani edhe në farforme paragjykuam ish ndo. E tash mustojmë valla që ndo, për vazhdo jetën qështu. Jo, nuk ka zë të keqe. Është martu, është ndo, s'kan funksionu, vazhdon. Prandaj këtu janë të shumta në shoqërinë tonë, këto rezultate që në kaluarën kanë qenë prezente, po mos ta din kujshia, mos ta merr vesh mësiti, mos bëhet kjo dhe në farformë pi bjen që pak kemi qenë fallc. Nuk po më. Prandaj lut Zotin që baballarët tonë, edhe unë kam 2 vajza, të punojnë shumë në edukimin, amin inshallah, punojnë shumë me eduku vajzat, edhe më plotsu kushte, ndoshta edhe më shumë se sa djemve. Djeshtërish më ndërhyj. Një plotësim. Tema vajzave tash. Një plotësim, dish një plotësim. Thatë që feja për ajo më pëlqej që e përmende, ka duru tortura se s'kam ku më shku. E feja ja lejon hisën, apo? Po dhe ligji ja lejon hisën. Po ja që nuk japin, prandaj nuk e ka feja fojnë, e ka baba fojnë. Fajnë, ata vetë e kanë qenë për lo, e kanë shkupun atëre aty, e kanë ligjin që im pronë. Mo, femra nuk dërën për eksistencë.